Përshëndetje të nderuar teleshikues të Report TV, unë jam Marcela Karapanço dhe këto janë titujt kryesor të këtij edicioni informativ. Një referendum për Shqipërinë në Bashkimin Evropian e vlerësoi krye socialisti Edi Rama votën e 11 majit fitoren e së cilës i dha 10. Në fjalimin e parë të fitores, rivalin e tij Sali Berisha, Rama zgjodhi të mos e përmend në emër, por tha se populli zgjodhi dritën e hyjeve të BE-s dhe jo errësirën e Greninës. Pasi deklaroi se nuk do të njohë rezultatin e 11 majit, Sali Berisha tha se për grabitjen e zgjedhjeve sipas tij do të njoftojë SBA-n dhe BE-n. Në mbrëmje kreu i PD-s mbledh nëse lideri tuesit politik në qarqe, protest 16 maj në samitin e në Tiranë. Ndryshe nga Berisha, liderët europian njohin dhe pranojnë rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit, duke hedhur poshtë arsyeën e protestës së tij. Liderët e djathtë të majit urojnë Ramën e ofrojnë mbështetje për rrugën drejt BE-s. Ndërsa PD vion të bllokojë zarfet e Greqisë duke çuar kas në kolegjin zgjedhor, edhe pas 3 ditësh numërimi i votave të diasporës vion me ritme të ngadalta. Deri tani janë numëruar më shumë se 50% e votave, ndikim në vetëm 4 qarqe. Lista e mbyllur i caktoi deputetët, ndërsa kandidatët në listë të hapur ndjekin ethe garën për të siguruar mandat. Në Tiranë të TPS-ja kryeson Blendi Gonxha nga PD, Tabaku i kalon mbi 300 vota Ali Mehmetin, me ta sfidë dhe disfat historike mbetet në burg pa mandat. Verdikti 11 majit është i qartë, PS merr 83 mandate dhe opozita 50. Në 7 qarqe koalicioni djathtë kurrë me 13 deputet dhe në 3 prej tyre humbi dhe kandidat nga lista e mbyllur. PS 9 deputet më shumë në 6 qarqe. 47 lider nga Europa vinë nesër e të premte në Tiranë për samitin e komunitetit politik evropian, ndërsa Rama takimet do të ketë 2 palshe dhe konferencë me Starmer dhe Koston. Del agenda, samiti përmbyllet me një konferencë në mbrëmje.